ne vjojmë punë në kuzhinë tani me një tjetër recet. E thjesht fare, kemi pastruar ca qep të njoma, me gjithë pjesën e tyre të bardhë dhe pa ashtu pjesën jeshile. Dhe shihni tani se si o ta gatuajmë këtë recet. Ja për të largoj pak të kamë. Çfarë lam dje nga përgatitjet, nëse mbani mend? Është normal, është dita e riciklimit të produkteve sot. Kam vendosur pjesën e bardhë të qepëve të njoma. Janë të njoma dhe normalisht nuk duan ndonjë zymet shumë të madh. Shtoj pak ose fare krip. Sërish vendos kapakun derisa unë të kem kryer edhe prerjen e qepëve të njoma. Marr dhe një pjesë. Normalisht, nuk është se janë dhe fort të rregullta, nëse ne do bënim një gatim që të ishte të dukej pak më pak trashësia e qepëve të njoma, do vepronim ndryshe, gjë që do t'ju tregoj. Shtoj dhe pjesën tjetër dhe sërish merrem farngel e largojmë sepse është pjesa që trashet. Dhe normalisht i lë. Fshi pa pjesët që mua nuk më duhen. Dhe nëse ne do kemi një gatim që kemi pak më delikat, patjetër. Delikat kishim dje për shembull japrakët, që anvisave ju kishte pëlqyer shumë forma gatimit e japrakëve të ndaj në dysh, të hapur, jo japrakët klasik tradicional që përgatisim. Dhe i pres diagonal. Për çfarë është kjo? Ku kemi ndonjë sallatë ose... Pra, kur ne duam për shembull të bëjmë edhe një zbukurim që është i sallatës për shembull, bashkë me majdanozin, pra pritet preshju, pritet qepa në dysh dhe prerja shkon diagonal që të duket edhe bukur. Ose për shembull kur ja shtojmë ndonjë supe? Patjetër, kur ne duam të bëjmë një supë, normalisht këto i kalojmë me miell dhe i kaurdisim në gjalp. Dhe mbetet pjesa e sipërme bashkë me bukën, me krudot që e themi. E përziej dhe fjalët më njam dhe qepët brenda. Kemi mbaruar me qepët, po i zbusim dhe tani do t'ju tregoj dhe përbërësit e tjerë, sepse shumë pak janë. Hudhrat, vezët, mielli, qumshti. Produktet cilat i kemi janë produktet të bazës, të shportës, që në ndodhen në shtëpi dhe nuk do shkojmë në kas për ta bërë këtë recet, kështu që është shumë e thjesht një përgatitje e tillë, e lexojmë së bashku të shkruar, ndërkohë që Albana përgatit edhe pjesën tjetër të qepëve, sepse vërtet kishim një tufë të madhe, po llogaritë nga zbutja, nga kaurdisja, aty mbetet një masë më e vogël. Në tigan, me qep të njoma do të përgatisim këtë gjellë, me qep të njoma dhe vezë, ju duhet në 1 kilogram, apo një tufë, zakonisht 1 kilogram që janë, me qep të njoma, 2 thelpinj hudhër, 3 vezë, 2 tufa majdanoz, 1 lugë me niseshte, 1 gotë qumësht, apo 200 ml qumësht, mikser zasht të dëshiruara që ju keni, krip, piper i zi. Kanë më tepër nevojë pjesa e bardhë, prandaj shtuam edhe të parën në tiganin e ngrohur. Opa, tu. Marr. Niseshte? Niseshte. Pak qumësht. Qumësht. 2 thelpit e hudhrës.
Më që a thikën unë? Pa, dale. Mund të jeti Ja, ma një thik tjetër. një shtypi, një lutje e tyre. Po të kemi hudra të njoma, akoma dhe më mirë. Por do thoni, unë ku do t'i lë këto që i kam? Do t'i përdor. Fillojnë. Po të duam i shtojmë edhe gjalp, unë nuk dua t'i shtoj gjalp, se zua t'a bitë rëndë. Ja i largoj dhe gjitha. Do të shtoj. Erzat. Pak piper. Rigon. Edhe krip. Masën e kripës. Ja që të Lërgëm në gjitha, fund ato, se op, jemi drejt. i mbarova. Do të shtoj. Pak ose fare ujë. E kapa me vones filmin, bimët aromatike, sepse mund të shtojnë nga koperi, bimët për aromatike. Ja shtojmë në fund, më mira akoma, se mbetet t'i pres. shia atyre. Ja, një apo dy tufa. Ma im dy se i jep më shumë shi dhe aromë. Dy tufa me koper. Dhe vezët me qumshtin dhe një lugë njëseshte, do t'i përzim, dhe vezët pa tjetër që t'ja shtojmë tani në fund, që ato do të mpiksen, po vetëm sa ta shihni këtë moment dhe të përgatitur pastaj për gati për servirje, do të Gjysmën. tregoj më pas e tufave. E shtojmë këtu. Shpërbërja e mirë dhe normalisht që kemi dhe cimentosjen, E niseshtes normalisht, E në niseshtes. ujë apo në qumësht. shpërbëjt E ka verdhat dhe më pas di unë që të merrem me niseshten. Do t'ja shtojmë në fund, do të mpikset ajo i gjithë masa. Do ta lë pak sa të Po, i lëm bëhet të dhe më bëhet. pas do ta shtoj që të kemi atë kremozitetin dhe I lëm kohën e duhur më mirë, vëllimin kështu që e duhur të gatimit. Rikthehemi edhe një herë në kuzhinën tonë, përpara të kalojmë në orën e dytë të emisionit Reze Dielli, jemi me recetat, po përgatisim një gjell tigani, siç e shihni ka përfunduar procesi kryesor i kësaj recete, gjell tigani me qep të njoma, erza, vezë. Kemi shtuar bollshëm dhe koper, dhe ja disa fije të tjera koperi për ta plotësuar edhe nga ana estetike recetën, por edhe për shije. Shtoj, shive, pak ujë. Bëj. Hapje me lugë, sepse t'jeni të sigur që digjet. Po, ngjit. Ngjit po edhe për t'i lënë këtyre lëngjeve pak vend që të pullojnë edhe të përqet kjo recetë, ndërkohë së Vendos bashku kapakun, bukur dhe e quajmë të përfunduar të kryer me këtë recetë. Good job. Pas sultjashit. Shiko, bëjmë një përmbledhje tani të recetës së gjellës së tiganit dhe pastaj kalojmë tek receta e fundit. Do gatuam dhe një të tretë sot, apo jo? Po. Atëherë gjella e tiganit me qep të njoma, çfarë përmban? 1 kilogram qep të njoma, 2 thelpinj hudhër, 3 vezë, 2 tufa medanozë dhe koper, zgjidhja jonë ishte koper, ju mund ta provoni edhe me majdanoz. 1 lugë niseshte, 200 ml qumësht, miks erzash të ndryshme, krip edhe piper.